Alba dhe heshtja pas largimit të Limit, një qetësi që thërriste emrin e tij. Në shtëpinë e madhe të Big Brother Kosova, kur dera kryesore u mbyll pas Limit, një boshllëk u krijua menjëherë. Nuk ishte vetëm një vend bosh fizik, ishte boshllëk emocional, një mungesë që mbushte çdo cep të dhomës. Alba, e lodhur nga debatet dhe emocionet e javëve të fundit, u ul vetëm në divan. Heshtja e shtëpisë ishte e rëndë, por për të më e rëndë ishte mungesa e Limit. Ishte një moment ku asnjë fjalë nuk mund të përshkruante atë që ndjente. Ajo nuk kërkonte spektakël, nuk kërkonte mbështetje nga banorët e tjerë. Vetëm heshtja dhe mendimet e saj i dhanë mundësinë të përballonte mungesën. Por edhe brenda heshtjes, zëri i asaj që kishte kaluar brenda shtëpisë duke i gjallë. Ajo ndjente si të ishte e lidhur me Limit edhe pasi dera u mbyll, çdo hap, çdo zhurmë, çdo gjurmë e tij dukej se vazhdonte të mbijetonte në ajrin e dhomës. Dhe pa pritmas, ajo dëgjoi zhurmën e makinës së Limit jashtë. Ishte një zë i vogël, por kaq i fuqishëm sa e bëri të dridhej. Zemra i rrite me shpejtësi dhe ajo ndjell një kombinim gëzimi dhe dhimbjeje, gëzim që mund ta shitë Limit jashtë shtëpisë dhe dhimbje që nuk mund ta kishte pranë tani. Pa menduar 2 herë, ajo përshpëriti me zë të ulët, pothuajse vetë për vete. O Lim, të lutem, mos ik. Lotët nisën të rridhnin pa ndërprerje. Nuk ishin thjesht lot për mungesën e tij, ishin lot të një lidhjeje që ishte krijuar me kohë, me sfida dhe momente të përbashkëta, me qeshje dhe debate, me tensione dhe paqe. Secili lot shpreste dhimbjen e brendshme të Albës, dëshirën për të mbajtur diçka që tashmë ishte larg. Ajo mbeti ulur aty, duke i folur vetes dhe imagjinatës së saj, duke u përpjekur të përjetonte praninë e Limit në mendje, në vend të trupit të tij. Çdo tingull i makinës ishte një kujtesë e ëmbël dhe e dhimbshme se ai ishte jashtë, duke vazhduar jetën e tij, ndërsa ajo kishte mbetur në këtë hapësirë të madhe dhe të heshtur. Në atë moment, Alba e kuptoi se lidhjet nuk maten me distancën fizike. Limit mund të ishte larg, por prania e tij mbeti në kujtimet dhe emocionet që kishte krijuar me të. Ajo mendoi për bisedat e tyre, për momentet kur ai e kishte sfiduar dhe kur e kishte mbështetur, për të gjitha ato momente që nuk mund të përshkruheshin në fjalë, por që tani i ndjente më shumë se kurrë. Vetmia e divanit u bë një lloj mburoje. Ajo mund të qante, të mendonte, të kujtonte. Në heshtje, ajo filloi të fliste me Limit, një bisedë që mund të ishte e pamundur jashtë imagjinatës së saj. O Lim, pse u largove kaq shpejt? Pse më la në këtë boshllëk? Po të lutem, kthehu, ose ndoshta mos ik fare. Zëri i saj ishte i ulët, por i mbushur me sinqeritet. Nuk kërkonte reagim, nuk kërkonte premtime. Thjesht dëshironte të ndjehej e lidhur me të përjetonte çdo ndjesi që e kishte mbajtur pranë tij gjatë lojës. Dita e kaluar ishte një kombinim kujtimesh dhe emocionesh të papërpunuara. Alba vazhdonte të rrinte në divan, duke u përpjekur të mbante. Largimi i Limit, pritja, emocionet dhe premtimet për t'u takuar jashtë. Kur Limi po përgatitej të dilte nga dera kryesore e Big Brother Kosova, një energji e veçantë mbushte shtëpinë. Nuk ishte thjesht një largim, ishte një moment që të gjithë banorët e ndjenë si pikë kthimi, një ndarje e vështirë mes realitetit të lojës dhe asaj që do të vinte jashtë. Banorët filluan të afrohen një nga një. Tek çdo hap që Limi bënte drejt derës, zemrat e tyre rrihnin më shpejt. Ai ndjeu shikimet, ndjeu emocionet e ngulura në fytyrat e secilës. Benita ishte e para që ju afrua, me një buzëqeshje të përzier mes gëzimit dhe trishtimit. Të lutem, kur të dalim, një ditë të takohemi, i tha ajo, me zë të lehtë, por të mbushur me emocion. Alba i afrohej ngadalë, e qetë dhe me sytë që flisnin më shumë se fjalët. Ajo nuk tha shumë me gojë, por shikimi i saj tha gjithçka. Ai e kuptoi mesazhin pa asnjë dyshim, një takim jashtë do të bëhej realitet. Nuk ishte thjesht dëshirë për t'u parë, por një premtim i heshtur, një besim që lidhja që kishin brenda shtëpisë nuk do të humbiste pas derës. Aurora, Dolce dhe Eliona ju afruan gjithashtu, secila me mënyrën e vet një dorë shtrënguese, një përqafim i ngrohtë, një buzëqeshje që flet më shumë se çdo fjalë. Na mungove gjatë këtyre javëve, than disa me zë të ulët. Por tani je jashtë dhe ne do ta bëjmë realitet që të takojmë njëri tjetrin. Limi ndjehej i tronditur, por njëkohësisht i mbushur me kënaqësi. Ishte një kombinim emocionesh që e bëri largimin e tij një përvojë të paharrueshme. Ai nuk po largohej thjesht nga shtëpia,
po mbante me vete kujtimet, lidhjet dhe respektin e secilës banore. Ndërsa afrohej dera kryesore, ai mendonte për momentin kur do të takojej me të gjithë jashtë. Për Benitën që e kishte përqafuar shpesh dhe kishte ndarë momente të vështira, për Albën që kishte qenë sfiduese, e qetë dhe gjithmonë një forcë motivuese, për Dolcen që kishte qeshur dhe debatonte me të, për Elionën dhe Aurorën, që i kishin dhënë ngjyrë çdo ditë brenda shtëpisë. Ai dinte se kjo nuk ishte thjesht një taks emocionale, ishte premtim i një realiteti të ri jashtë mureve të Big Brother. Ai do të takojë me secilën, do të ndante kohë, do të kujdesej që ato lidhje të mos humbnin. Dhe sidomos, Alba, që e kishte pritur gjithmonë me qetësi dhe me një shikim kuptim plot, do të ishte pjesë e këtij udhëtimi jashtë. Kur dera u hap dhe kamerat ndaluan regjistrimin e momentit të largimit, Limi hodhi një shikim të fundit mbi banorët. Ishte një përshëndetje pa fjalë, por e mbushur me mirënjohje. Ai dinte që emocionet nuk kishin përfunduar, ato do të vazhdonin jashtë. Më vonë, kur u ndal nga produksioni për të dhënë fjalën e fundit, tha me zë të qetë, por të sigurt: "Çdo moment këtu ishte i veçantë. Secila prej jush më ka dhënë diçka që nuk do të harroj kurrë. Dhe po, ne do të takohemi, çdo gjë që është premtuar do të bëhet realitet. Sidomos ti, Alba, të pres me gëzim dhe me buzëqeshje." Banorët u larguan një nga një, por shikimi i Lim. Alba, provokative por e bukur në çdo hap, respekt dhe besim përfitore. Kur flas për Albën, nuk mund të mos mendoj sa shumë ndikim ka pasur tek unë gjatë gjithë eksperiencës së Big Brother. Ajo është provokative, kjo është e qartë. Herë të tjera duket sikur e bën me qëllim të nxjerrë jashtë vete, të testoj kufijtë e tjerë banor, të shohë reagimet. Por kjo nuk e bën negativisht të keqe, përkundrazi, është pjesë e karakterit të saj, ajo që e bën unike. Në çdo situatë ku ndodhej një debat, një lojë, një tension, Alba dinte të hidhte atë gjallëri që bënte gjithçka më intense. Dhe unë, për habin time, e kuptova se nuk është thjesht provokim pa kuptim. Ka një mënyrë për të treguar kush është, si të testoj sinqeritetin tënd dhe si të sfidoj për t'u bërë më i mirë. Unë gjithmonë kam qenë i sinqert, kur dikush më provokon, unë reagoj. Por me Albën nuk bëja vetëm reagim, unë jepja më shumë se sa merrja. Dhe kjo është ajo që e bëri gjithçka më të veçantë. Nuk ishte lojë pushteti, nuk ishte strategji e ftohtë. Ishte një sfidë emocionale, një duel tërheqjeje dhe dhurimi. Unë e jepja më shumë se sa marrja, sepse e respektoj dhe e kuptoj. Respekti im ndaj saj nuk ka të bëjë vetëm me atë që shes sy më sy, por edhe me mënyrën se si ajo i ka kaluar situatat, si ka qëndruar e fortë përballë çdo situate të vështirë dhe si e ka mbajtur dinjitetin. Çdo bisedë me të, çdo debat, çdo moment ku ajo ma kalonte kufijtë dhe provokonte, e bëri udhëtimin ton më të bukur, një rrugëtim ku mësova më shumë për durimin tim, për reagimet e mia dhe për vlerësimin e njerëzve të tjerë. Isha gjithmonë i hapur ndaj saj, edhe kur sfidat ishin të mëdha. E di që ka ditë kur nuk je e sigurt se si do të përfundoj, kur situata të lodh, kur provokimet të hedhin jashtë balancës. Por Alba është e fortë, e ditur, e sigurt në vetvete dhe gjithmonë e qartë se çfarë dëshiron. Dhe kjo e bën lojën tërheqëse dhe njerëzit rreth saj më të zgjuar, më të vëmendshëm dhe më të kujdesshëm. Ndërsa shikoj atë itet kaluese, fillova të kuptoj se çdo provokim i saj kishte një arsye. Nuk është për të sulmuar ose për t'i bërë dëm dikujt, është mënyra e saj për të nxjerrë më të mirën nga të gjithë, për të matur energjinë, për të ndërtuar momentet e pabesueshme të lojës. Për mua, çdo hap i saj ishte një sfidë dhe një mundësi për të mësuar diçka më shumë. Në mendjen time, e respektoj si askush tjetër. Një udhëtim kaq i bukur nuk mund të ndodhë me çdo, duhen guxim, personalitet dhe energji që të bëjnë të ndihesh i gjallë. Dhe Alba ka të gjitha këto. Për këtë arsye, edhe pse ndonjëherë më provokonte dhe më nxirrte jashtë vete, unë e shikoja gjithmonë me admirim dhe respekt. Besimi im për të nuk është i vogël. Besoj se ajo është më e mira, jo vetëm për lojën, por edhe për mënyrën se si e ka luajtur atë me sinqeritet dhe pasion. Në çdo hap, në çdo debat, në çdo sfidë, ajo ka treguar një forcë që nuk shihet tek të gjithë. Dhe për këtë arsye, shpresoj dhe besoj se do të dalë fituese. Imagjinoj moment. Me Albën është si në anijen e piratëve, stuhia dhe emocionet e papritura. Që nga momenti kur dola nga shtëpia e Big Brother, një pjesë e mendjes sime nuk u largua kurrë prej atij vendi.
Por kur fillova të flas për Albën, gjithçka ndryshoi. Sepse ajo nuk është thjesht një banore, nuk është thjesht shoqe e lojës, ajo është si një anije në mes të detit të pafund, dhe ti nuk di nëse do të përplas valet apo do të çojë drejt diellit. Të jemi sinqert, me Albën është sikur je në një anije dhe të kapin dallgët nga një stujë e madhe. Një stujë që nuk e prisje, por që është pjesë e aventurës. Herë valë të fuqishme që të marrin frymën, herë që ta përplas fytyrën, por gjithmonë emocionuese. Ndonjëherë mendoj se po jetoj në film, si Pirati i Karaibeve, mes ujrave të turbullta, me rreziqe të fshehura dhe momente që të mbajnë në skajin e ulses. Ka momente kur gjithçka duket e qetë. Ne qeshim, flasim, ndjejmë se gjithçka është normale. Albën e kupton si njëri i zgjuar, i drejtë dhe i qetë. Por pastaj, papritur, godet një valë që trondit gjithçka. Një debat, një keqkuptim, një emocione e papritur, dhe ndihesh sikur po mbytesh. Por ajo nuk të lë. Në ato momente, e di se nuk je vetëm. Ajo është aty, duke të mbajtur fort në anijen e saj të çuditshme, duke të ndihmuar të ngrihesh. Eksitimi është gjithmonë prezent. Çdo hap, çdo fjalë, çdo veprim me Albën është si të ecësh mbi një litar mbi detin e trazuar. Nuk e di çfarë do ndodh pas sekondës tjetër, por di që do jetë ndryshe. Mund të qeshësh, mund të mërzitesh, mund të tronditesh, por çdo ndjesi është e fuqishme dhe e paharrueshme. Unë e vlerësoj këtë eksperiencë sepse nuk është e zakonshme të gjesh dikë që të përmban dhe të sfidon njëkohësisht. Ajo të mëson durimin, të mëson të besosh, të mëson të qëndrosh i fortë. Dhe megjithse stuhit janë të shumta, ka edhe ditë të bukura ku dielli depërton mbi ujërat e trazuara, ku buzëqeshja e saj të bën të ndihesh sikur je në port të qetë pas çdo aventure. Ajo nuk është vetëm një shok ose shoqë lojë, është një partner në një udhëtim që nganjëherë është emocionues, nganjëherë i rrezikshëm, por gjithmonë i paharrueshëm. Si piratët që kapen pas një thesari të fshehur, ti e ndjen këtë aventurë në çdo qelizë të trupit. Kur flas për Albën me njerëzit jashtë, shpesh e krahasoj këtë eksperiencë me një det të madh. Nuk mund ta parashikosh, nuk mund ta ndalosh valën, nuk mund të shmangësh stuhin. Por kur je aty, në anijen e saj, gjithçka duket e drejtë. Sepse ajo të bën të ndihesh i gjallë, i vëmendshëm, i përfshirë. Dhe kjo është gjëja më e bukur. Edhe pse ndonjëherë stuhit janë të forta dhe të lodhin, ndonjëherë valet të kapin pa pritmas, të gjithë momentet e kësaj anijeje të përbashkët kanë një kuptim. Ato të tregojnë se aventura më e madhe nuk është fitimi ose humbja, por ndarja e saj me dikë që e ndan botën tënde në mënyrë kaq të sinqertë dhe të fuqishme. Në fund, të qëndrosh me Albën është të pranosh se do të ketë stuhi, do të ketë dallgë, do të. Fjala e limit për Dolcen, bukuria e saj nuk është veç në fytyrë. Që nga dita kur dola nga shtëpia, më pyesin shpesh për shumë gjëra, për lojën, për gabimet e mia, për Albën, për gjithçka që mbeti pezull. Por kur më përmendet emri i Dolces, zëri më ndryshon vetvetiu. Sepse ajo nuk ishte thjesht një banore tjetër për mua, ishte njeriu që më tregoi se brenda atyre mureve mund të gjesh edhe qetësi, jo vetëm stuhi. Dolce është shumë femër e bukur, këtë e sheh kushdo që e takon. Por bukuria e saj e vërtet nuk është ajo që kap kamera. Është mënyra si flet me qetësi, si të dëgjon pa të ndërprer, si di të kuptoj edhe kur ti vet nuk e kupton veten. Në atë shtëpi ku nervat ngrihen shpejt, ku fjalët shpesh dalin pa filtr, ajo kishte një klasë që rrallë e kam parë. Nuk i kalonte limitet, nuk e përdorte zërin për të lënduar, nuk luante me ndjenjat e askujt. Për mua kjo vlente më shumë se çdo strategji. E kam thënë edhe kur isha brenda, e vlerësoj shumë Dolcen. Jo si figur loje, por si njeri. Ajo dinte të më qetësonte kur isha i acaruar, të më thoshte prit pak, mendoje edhe një herë. Shpesh nuk e dëgjoja, dhe sot jashtë e kuptoj sa shumë të drejtë kishte. Kur e shoh tani nga ekrani, më duket edhe më e fortë. Ka mbetur e njëjta, e qetë, e matur, me atë buzëqeshjen e lehtë që nuk bën shurm. Nuk u shndërrua nga loja, nuk e humbi veten për vota. Kjo më bën ta respektoj edhe më tepër. Do t'i dërgoja shumë puthje po ta kisha përballë. Jo puthje spektakli, por puthje mirënjohjeje për çdo moment njerëzor që më dhuroi aty brenda. Sepse në mesin e gjithë atij kaosi, ajo ishte një vend i sigurt. Shpesh më pyesin, a të mungon? Po, më mungon biseda me të në obor, mënyra si pinte kafen ngadalë, si më thoshte mos u nxeh kot, lim. Më mungon sinqeriteti i saj që nuk kërkonte asgjë mbrapsht.
Unë e di që rrugëtimi i saj nuk ka qenë i lehtë. Ka kaluar keq kuptime, fjalë, paragjykime. Por ajo nuk u ul në nivelin e askujt. Kjo është fitore më e madhe se çdo çmim. Sot nga jashtë. Dua t'i them diçka të thjeshtë. Mirë se të vish në finale, Dolce. E meriton të jesh aty. Jo sepse je e bukur, por sepse je e drejtë. Sepse nuk I shkele kufit e askujt për të ecur përpara. Sepse mbete vetvetja kur ishte më e vështira gjë për t'u bërë. Nëse një ditë do të takohemi jashtë, dua t'ja them në sy këto fjalë. T'i them faleminderit për durimin që pati me mua, për respektin që ma dha edhe kur unë nuk e meritoja plotësisht. Shumë njerëz mendojnë se në Big Brother krijohen vetëm intriga. Unë them se ndonjëherë krijohen edhe lidhje njerëzore që vlen. Dolce ishte një prej tyre. Kur të hyj në finale, dua ta shoh me kokën lart. Dua që publiku ta shoh atë që kam parë unë, një vajzë me klasë, me zemër të mirë, që nuk e ngatëroi kur lojën me dinjitetin. I dërgoj nga larg shumë puthje dhe shumë respekt. Dhe mbi të gjitha I dërgoj një urim të sinqert. Ec përpara deri në fund. Finalja të pret dhe ti I shkon shumë asaj dere.